Dy të miturit nga Gosivari të moshës 15 dhe 16 vjeçare të shoqëruar nga prindërit e tyre kanë denoncuar në polici se mbrëm rreth orës 20:30 minuta në rrugën Svetozar Pepovski në Gosivar janë sulmuar fizikisht nga një grup prej 8 personash të panjohur të moshës së mitur. Ngjarja ka ndodhur kur dy shokët kanë shkuar të pinë ujë tek një fontan aty afër. Pa asnjë shkak dhe pa asnjë arsye janë sulmuar nga një grup i të miturve, të cilët i kanë goditur me grushta nëpër kokë dhe trup. Pas pak, 15 dhe 16 vjeçari kanë arritur të largohen dhe t'u ikin sulmuesve, njoftojnë nga stacioni policor në Gosivar. Nga goditjet të sulmuarit kanë marrë lëndime të dukshme në pjesën e fytyrës, ndërsa organet kompetente kanë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhje të rastit dhe kapje të autorëve. Ndryshe, komandanti i stacionit policor në Gosivar, Gazi Abdurahimi, gjatë raportit të dhënë në Këshillin e Komunës së Gosivarit për gjysmëvjetorin e parë të këtij viti, njofton se këtë vit në regionin që mbulon stacioni policor që ai drejton, është shënuar një rritje e prishjes së rendit dhe qetësisë publike për 18.9%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në sferën e rendit qetësisë publike gjatë gjysmëvjetorit të parë të vitit 2016, shënojmë një rritje në shkeljen në raport me vitin paraprak për 18.9%. Prioritet themelor në punën e stacionit policor i jepet shkelja me veçori të karakterit ndërnacional, ndaj të cilave kemi qasje serioze dhe transparencë në zbardhjen e tyre, si dhe shkeljen në shkolla. Është e përshtatshme ajo se në vitin 2016 është vërejtur zvoglim i kundërvajtjeve me elemente të dhunshme, respektivisht numër i dhunës fizike. Gjithsesi në gjysmëvjetorin e parë të vitit 2016 janë evidentuar 65 kundërvajtje, a në vitin 2015 85, që do të thotë shënojmë rënje për 23%. Karakteristike për të potencuar është fakti se gjatë këtij viti është reduktuar dukshëm numri i prishjeve të rendit dhe qetësisë publike nëpër dhe rreth shkollave. Nga sektori i punëve të brendshme Tetov njoftojnë se nga fillimi i vitit dhe deri më tani kanë ndodhur vetëm 10 raste të këtilla, edhe atë 8 në Tetov dhe 2 në Gosivar. Ndryshe, gjatë 9 muajve të kaluara të këtij viti, në regionin më të gjerë të Pollogut janë evidentuar gjithsej 449 shkelje, që kanë të bëjnë me prishjen e rendit dhe qetësisë publike. Për nga numri i rasteve, prind Tetova me 239 prishje të rendit dhe qetësisë publike dhe pason Gosivari me 210. Në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, vërehet një rritje prej 18 rasteve, ndërsa numri më i madh i tyre të rësisht janë zbardhur, njofton zëdhënësi i sektorit të punëve të brendshme Tetov, Marian Josifovski.